أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falenderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet, selamet, lutjet tona, përshëndetjet tona janë për zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, për vulën e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, për familjen e tij të pastërt, për sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe për gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhis salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folur për një seri të re në lidhje me gabimet e namazdive, lëshimet e namazdive, veprimet të cilët nuk janë përputhje me sunetet, formën e namazit që i ka falë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Sot inshallah do të flasim në lidhje me çështjen e niyetit dhe disa gjëra tjera të cilët kanë të bëjnë me namazin. Për të qenë vepra e pranume, domosdoshmërisht duhet të jetë niyeti apo qëllimi që kjo vepër, fjalë apo veprim të bëhet për hir të Allahut Teala. Innamal a'malu binniyat, thot pejgamberi alayhis salam, veprat shpërblehen sipas niyetit, sipas qëllimit. Çdo vepër, çdo fjalë, nëse kem pas për qëllim me fitu kënaqësinë Allahu Teala, inshallah do të jetë e shpërblyme prej vet Zotit ton. Dhe sa nëse kemi fjalët apo veprat për t'u parë para njerëzve, për t'u dëgjuar, për të lënë nam mesin e njerëzve, sigurisht se nuk kemi edhe shpërblim tek Allahu Teala. Andaj në një duhet të jetë niyeti i pastër për hir të Zotit për të qenë vepra e pranuar, dhe në dy duhet të jetë në përputhje me librin e Zotit dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj neve e kemi niyetin me ofru Allahu Teala me namaz. Dhe ky namaz duhet të falur ashtu në çush na e ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur ka thënë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", faluni ashtu siç më shihni mu duke u fal. Dhe unë duhet të shiqoj se si e ka falë namazin pejgamberi alayhis salatu wassalam. Të gjitha veprimet të cilët unë do t'i bëj, të gjitha leximet, fjalët apo veprat me të cilat unë do t'i afrohem Allahu Teala duhet të jetë në përputhje të plot që është në pasim të shembulltyrës së Muhamedit alayhis salatu wassalam apo sunetit tij. Nëse unë e bëj një veprim që nuk e ka bëu Muhamedi alayhis salatu wassalam, si mund ta kërkoj unë kënaqësinë Allahu Teala kur ai nuk ka kërkuar nga ne që t'i afrohemi atij në mënyrën sikur ne po e dojmë. Nëse ti don me fitu kënaqësinë e tij, atëherë bane siç të ka urdhëruar ai, krijuesi yt, apo i dërguari i tij Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili Zoti thot: "Faleni ashtu siç më shihni mu duke u fal." Por ja që për fat keq shpeshherë shohim njerëz të cilët janë mësuar me traditën e vendit dhe nuk ja vënë veshin me ditë se a është në përputhje vërtet mënyra se si jam duke u fal me mënyrën se si është fal pejgamberi alayhis salatu wassalam, i cili është dërguar zaten mësues për ne, për muslimanat, se si duhet të adhurojmë Allahun Teala. Dhe ai qysh nga niyeti kur e ka filluar namazin, na ka lënë shembulltyrën. Për shembull, kur ka bën niyet me fal namazin, a e ka shqiptu niyetin pejgamberi alayhis salatu wassalam me gojë, apo vetëm ka mjaftuar që niyeti të bëhet në zemrën e tij dhe nuk e ka shqiptu me gojën e tij. Ibn Abil Izz al-Hanafi, një prej dietarëve të mëdhej të mezhebit Hanefi, thotë se dietarët janë unanim që askush prej imamëve të mëdhej nuk e ka shqiptu niyetin me gojë. Thotë shqiptimi i niyetit nuk ka qenë cilësi e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sikur që thot, asnjëri prej katër imamëve
qoftë edhe vetë Imam Shafii apo tjerët, nuk ishin mendime që ta kushtonin shqiptimin e niyetit me za, sepse vendodhja e niyetit është zemra, sipas mendimit unanim të tyre. Por disa të mëvonshëm e bën domosdoshëm shqiptimin e tij, do thotë shqiptimin e niyetit. Që gjithë janë në mënyrë unanime se vepra për me u pranu duhet të jetë në zemër, duhet me e bon niyetin me zemër. Mirë po me thonë, e bona niyet me fal namazin e drekës, farzin, 4 rekate farz ose sunetin e drekës, dhe ju i disa këti imamit, apo po e pasoj këtë imamin edhe me marrë tekbirin, këto fjalë, sikur që përsëri do t'i them fjalët e dietarëve në lidhje me këtë çështje, nuk i ka thonë as kush prej medhebeve dhe as kush prej dietarëve. Dhe kjo është një prej bidateve që për fat keq është prezente edhe në mesin ton, që musliman ton kam pa që nuk futet në namaz pa e shqiptu niyetin me gojë. E ne duhet me ditë se vendi niyetit është në zemër. Zemra është e lidhë me mendjen. Do thotë unë kur futem namaz, kur filloj me fal namazin, unë duhet ta di se e kam bën niyetin me ofru Zotit tëm dhe me adhuru Zotin tëm. Mirë po, niyetin e kam në zemër. Dërsa goja që shqipton nuk ka të bëjë me zemrën. Në herë goja mundet me shqiptu tjetër send, e zemra e ka pas tjetër send, prandaj në usul fik veprat janë sipas niyetit të zemrës e jo shqiptimit të gojës. E për më tepër kur edhe kjo fare nuk e ka bazën në Islam, dhe se ka vepru Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sigur për shembull Ebu Davudi thot, e ka pyet Imam Ahmedin dhe i ka thonë, a duhet përshpëris ndonjë gjë namazdiu para se ta merrë tekbirin fillestar, para se të hyjë në namaz, me thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, që është edhe fillimi i namazit kur i le veprimet e kësaj bote dhe i përkushtohet vetëm Zotit. A duhet me thonë në send, kërkoj ndjes, Imam Ahmedi, rahimahullah, thot, jo, nuk ka nevoj asgjë me shqiptu me goj, apo me bën niyetin me goj. Imam Suyutiu, për shembull, thot, në rangon e bidateve mund të përmendim vezveset që ndodhin gjatë niyetit për namaz, gjë që nuk e ka praktikuar më parë Muhamedi alayhi salatu wassalam e as shokët e tij. Ata nuk shqiptonin asgjë prej këtij niyeti që bëhet për namaz përveç tekbirit. Dërsa Allahu ka thonë se në dërguarin e Zotit e kini një shembull të mrekullueshëm surat Al-Ahzab ajeti 21. Imam Shafiu thot, vezveset që ndodhen gjatë niyetit për të hyrë në namaz apo gjatë marrjes së abdesit janë pasojë e ignorancës në fe ose mangësisë në trum. Disa njerëz, unë të tilla edhe kam pa, qoftë gjatë marrjes së abdesit apo edhe gjatë marrjes së tekbirit fillestar, e përsërisin veprimin disa herë, i bën vezvese. Dhe kjo është ose prej cytive të shejtanit, mashtërimeve të shejtanit, ose ka probleme në trum, sikur që thot edhe Imam Shafiu mangësi në trum. Për shembull, kam pa njerëz të cilët e përsërisin veprimin e marrjes së abdesit, i vije koha me e thirr vet ezanin ose e thret tjetër kush ezanin, e këti vazhdimisht i bëhet vezvese, thujse se ka abdesin tamam apo e ka të prisht, apo se ka bën niyetin si duhet për hir të Allahut Teala. Bile kam pas pa edhe në xhamit pejgamberit alayhi salatu wassalam njerëz të cilët e përsëritnin marrjen e tekbirit fillestar. Kam pa në haram e merr tekbir Allahu Akbar, elshon dur, apet i merr. Allahu Akbar, elshon dur, apet i merr, ndodhke që me disa herë të merrte tekbirin fillestar dhe të prishte duke mendu se nuk e ka sjell niyetin në zemrën dhe mendjen e tij si duhet dhe nuk e ka përputh me
gojen e tij. Kjo vezvese e shejtanit. Vendi i niyetit është zemra. Dhe ti e bën niyetin në zemrën tënde, këtë nijet nërsa shqiptimi i saj nuk është nga syneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sikur që thot Ibnul Jauzi, një prej kurtheve të shejtanit është që ai që ka përgatit, do të thotë shejtani që ka përgatit për namazit është që kur duan të hyjnë në namaz, disa prej tyre shprehin dhe thotë, po bëj nijet me fal, fillon namazin, po kthehet dhe sërish i shpreh ato fjalë me mendim se është prish niyeti. Sikur ato që i fola dhe këtë gjë e kanë vrejt. Edhe dietarët e mëhershëm, prandaj edhe e kanë shkruar dhe kanë potencu për një stil. Bile Abdurrahman ibn al-Jauzi thot, e kam pa disa prej tyre që disa herë përsëritnin marrjen e tekbirit fillestar dhe e prishnin e merrnin e prishnin se kanë problem me niyetin. Pastaj thot kur imami shkon në ruku, atëherë i sheh se me nxitim merr tekbir dhe futet në ruku. Thot, sa dëshirë do të kisha të dije se çfarë shtyrë të shprehte niyetin pikërisht në ato çaste. Pse bash atëherë këtij personit ju mush mendja se e mur apo e boni niyetin. Të gjitha këto ndërrum vllazën janë prej vezveseve të shejtanit, e kjo nuk ka të bëje asgjë me niyetin që vendin e ka në zemër ti. Thot Ibn Qayyim al-Jauzi, kur pejgamberi alayhis salam ngrihej për me fal namazin, thoshte Allahu Akbar. Para kësaj fjale ai nuk shprehte asesi ndonjë fjalë tjetër. Niyetin nuk e shqiptonte. Ai pejgamberi alayhis salam nuk thoshte, po e fal për Allahun, fillon namazin me 4 rekate duke u drejtuar kibles, imamit ose xhamatit. Gjithashtu nuk thoshte, po e fal në kohë dhe jo kaza. Dhe jo një namaz që i ka kalu koha e vet. Të gjitha, thot Ibn Qayyimi, këto janë bidate dhe asnjëherë nuk është përcjell një gjë e tillë me zinxhir transmetimit të sakt apo të dobët, qoftë me apo pa zinxhir transmetimi. Nuk është përcjell qoftë edhe një fjalë e vetme nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, mandje as nga shokët e tij. Një gjë e tillë nuk e ka pëlqyer askush prej tabiinëve dhe 4 imamëve të njohur të medhebeve që i di. Këto i kanë përmend dietarët këto çështje. Me po ja që çuditërisht te ne vazhdon edhe sot e kësaj dite që njerëzit ta praktikojnë që ta shqiptojnë niyetin me za dhe të insistojnë me vepru një gjë tillë duke u fshef pas një islami në emër të tradicionalizmit. Kështu i kem gjetë baballart edhe kështu do të vazhdojmë. Ne këtu jemi për të regu gjanat të cilat kanë apo nuk kanë bazë në traditën profetike, në sunetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nëse nuk kanë bazë, duhet me mundu me e largu e jo me vazhdu me praktiku një gjë e cila nuk është praktiku nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe për këtë dëshmojnë sahabët se si e ka falë Resulullah sallallahu alaihi wasallam namazin e tij. Për shembull Aisha radhiyallahu anha thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam e fillonte namazin e tij me tekbir. Do thonë ka nis pejgamberi alayhis salam me tekbir, nuk po thotë e fillonte namazin një herë me bën niyetin e pastaj e merrte tekbirin. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij. Dhe sa Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e mësoi një person i cili nuk dinte me fal namazin, i tha, nëse dën me fal namaz, atëherë merr mirë abdest, thotë si duhet merre, se për fat keq po shohim edhe njerëz të cilët edhe nuk dinë edhe abdestin si me marr, apo nga gutia nuk i lajnë gjymtyrët e tyre që janë të urdhëruar për mi la për abdest, dhe i lajnë disa pjesë tyne edhe pa i prek ujë. Ata thë pejgamberi sa merr mirë abdest, pastaj drejtohu nga kibla dhe merr tekbir. Pastaj lexo sa të mundesh nga libri i Allahut. Nuk i ka thonë bënë niyetin me gojë e pastaj merr tekbirin.
Abdullah ibn Omeri, djali i Hazreti Omerit radiallahu anhuma, thot e pash pejgamberin alayhi salatu wassalam të fillonte namazin me tekbir duke i ngritur duart gjatë marrjes së tekbirit fillestar. Hadithin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Prandaj ajo që duhet të dim është që kur dem me fal namaz, duhet që ta sjellim niyetin në zemrën tonë dhe mendjen tonë, çfarë jam cilin namaz jemi duke e fal. Namaz sabah, drekës, ikindis, akşamit apo të yatsis, a është namazi farz obligativ apo është namaz sunnet që nuk është obligativ, po është namaz vullnetar, e bëjmë këtë niyet, e marrim tekbirin, por nuk e shqiptojmë me gojë, do të thotë shqiptimin mos me e bë me gojë. Një gabim tjetër, unë për shembull kur kam qenë i vogël, e di kam pas disa akraba të mi, e bënin një gabim, ajo është që nuk e lëviznin gjuhën e tyne gjatë marrjes tekbirit apo edhe gjatë leximit. Nëse me tha për shembull Allahu Akbar me za, sa e dëgjon vetja e tij, për shembull fare nuk e dëgjon. Veç i ngritte durt, lidhej dhe unë isha i vogël, nuk e dija a është të fal namaz apo është ende të shiqu me marë niyetin. Dhe në bazë durve e shihja a është në namaz apo jo. Nëse e shihja se i ka durt e lidhura, e kuptoja se është i lidhur në namaz, edhe mundoheshim me nal zonën e televizionit apo të ngjashme. Një gjë e këtillë të nderuar vëllezër dhe motra është e ndaluar dhe nuk lejohet dhe është prej gabimeve të përhapura që mesin e njerëzve ka njerëz të cilët nuk marrin, do thotë nuk e lëvizin gjuhën gjatë tekbireve apo gjatë leximit të Kur'anit apo duke shku në ruku, në sejdë, fare nuk lëvizin gjuhën e tyne. Dhe kjo është gabim që njëri mos me e lëviz gjuhën e tij. Pejgamberi alayhi salatu selam kur e mësonte dikon me fal namaz, i thoshte lexo aq sa din prej Kur'anit, lexo. Apo Allahu Teala thot lexoni Kur'an aq sa mundeni. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, nuk ka namaz pa lexu surën Fatiha. Nëse kishte me qenë mjaftueshme, ka thonë dietar, që veç me sjell niyetin, me mendu se jam të e lexu këtë, por jo me i shqiptu, me i lexu ato fjalë që po i lexon, atëherë Zoti kishte me na marrë neve në pyetje edhe për niyetet apo mendimet e këqija që na vinë në kokë. Për shembull Zoti na ruajt, mundet me mendu keq për vjedhjen e pasurisë dikujt. Mundet me mendu keq për moralin e dikujt, për një femën të caktuar. Mundet me mendu keq për çështje të ndryshme, mirë po Allahu na ka mëshiru që nuk i regjistron si mëkate ato të cilët janë vetëm mendime të këqija, por nuk i qesim në veprim. Nuk bëjmë veprimin në bazë asaj çfarë e kemi mendu apo e kemi planifiku. Dhe Allahu Teala nuk ta jep gjunahe. Atëherë si me ta pranu sevapin, nëse ti e ke bë sipas teje leximin e ilhamit, sureve tjera të Kur'anit në namaz, por pa i lëviz gjuhën. Dhe lëvizja e gjuhës është pjesë përbërëse e pranimit të namazit. Prandaj kur kanë thonë dietarët, kur të merr tekbirin fillestar dhe pas asaj lexon sa, sikur që ka thënë edhe Imam Shafiu në librin e tij, thot dëgjon sa për vete dhe për atë që ndodhet pranë tij dhe nuk e te kalon këtë. Për shembull, nuk është mirë edhe kur të falem në xhami me lexu me Zot madh secili. E lexojmë ilhamin në veten tonë, apo themi në ruku Subhana Rabbil Azim, ose në sejdë Subhana Rabbil A'la, por me zë të ulët sa me e dëgju vetëm veten tonë.
apo mas afër mi dikon që e kemi afër neve. Ka thonë, as nuk lexojmë totalisht pa za, por edhe as nuk e ngrisim zërin atë shumë sa që ti pengojmë tjerët të cilët janë për rreth nesh. Imam Maliku rahimahullah thot mjafton që njeriu me lexu edhe vetëm duke lëviz gjuhën, edhe nëse nuk lëshon za. Për shembull, nuk dëgjohet, po ky vazhdimisht e përsërit, ka thonë edhe kjo pranohet. Por më së miri kanë thonë është që njëri ta dëgjojë pak veten e vet, për arsye se e bën koncentrimin më mirë. Për shembull, nuk e di a do të vihet deri te mikrofoni. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Me lexu me zot ult dhe me dëgju veten e vet. Kjo është më e mirë për arritjen e kulminacionit, ndërsa veç me ndet, me qëndru në qiyam, apo në ruku, apo tahiyat, edhe më thonë po lexoj e fare mos me lëviz gjuhën dhe mos me shqiptu asgjë, kjo është prej gabimeve që e bëjnë për fat keq disa dhe mund të jetë për shkak të arve që të mos na e pranoj Allahu Teala fare namazin e falur. Po ashtu, prej gabimeve që e kanë përmend dietarët është mosmarrja apo mos ngritja e duarve në tekbiret kur kalojmë nga një rukn në ruknin tjetër. Për shembull, qëndrimi në kam është prej shtyllave të namazit, është rukn. Shkuarja në ruku, i përkulje, Allahu Akbar, është rukn, është shtyllë. Shkuarja në sejdë është shtyllë prej shtyllave të namazit, nuk bën pa ta. Me lënë njëri rukun ose sejdën i prishet namazi. Nëse ka mundësi me qëndru në kam, po s'po don me fal në kam, nuk i pranohet namazi, se është shtyllë për shtyllave të namazit. Dhe kalimi prej ruknit në rukën, nga qiyami në kam, me shku në ruku, ose me shku në sejdë, këto duhet me i bë gjithsesi me tekbir. Dhe nuk lejohet që personi mos me i shqiptu, sikur që e thash, niyetin. Po presë niyetit është kur të shkojmë nga rukni në rukën, me marr tekbirin dhe me i bë ngritjen e duarve. Ngritja e duarve ndërun vllazën është prej suneteve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe do të flas diçka në lidhje me këtë çështje, një praktikë e cila te ne, për shkak se më tepër është i përhapur medhebi Hanefi, nuk praktikohet nëpër namazet tona, shumicën e rasteve. Nëse e praktikon dikush ngritjen e duarve në namaz, duke shku në ruku apo ngritjen prej rukus dhe i ngrit deri në supe apo afër veshëve, mund të edhe të etiketohet me etiketime jo të hishme dhe të thuhen fjalë që nuk përkojnë me etikën e muslimanit. Ne jemi këtu për të tregu se a ekziston një sunet i tillë që kur të shkojmë në ruku, që nga marrja e tekbirit fillestar, si merret tekbiri fillestar, si shkohet në ruku, si kthehemi nga rukuja, këtë na e ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Bile Imam Buhari i njohur me librin e tij, me sahihun e tij, ku i ka përmbledh me mia hadithe të sakta nga pejgamberi alayhis salam, që konsiderohet libri më i mirë dhe më i sakt pas Kur'anit që ekziston në sipërfaqe të tokës. Ky e ka marrë dhe e ka shkruar një libër, Raful Yadaini fi s-salah, të ngriturit e duarve në namaz. Ky libër, alhamdulillah, është edhe i përkthyer në gjuhën shqipe. Nëse nuk gaboj, është edhe version elektronik në internet, që mundemi me hy dhe me e marrë, me zbrit këtë libër shumë të rëndësishëm. Për të parë, i ka kushtu ky një libër të tërë, ja ka kushtu, nuk është shumë i trash, ja ka kushtu një libër çështjes së ngritjes së duarve në namaz. Duke pa se ka njerëz të cilët nuk e praktikojnë këtë sunet të pejgamberit alayhis salatu wassalam.
Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë tekbirin fillestar, me cilin është fut namaz dhe i kalon veprimet që aludojnë se ky është ende i lidhur me dynjan, kur të thu Allahu Akbar, ti këput veten prej dynjas. Dhe këtë ka po pejgamberi alayhis salam duke i ngrit shuplakat e durve në drejtim të kibles, as të mbyllura krejt, po as të hapura gishtrin, por normal me i lanë, dhe ka marrë Allahu Akbar deri në drejtim të supeve, por brendësinë e shuplakave në drejtim të kibles duke i kthy, apo edhe me i afru afër veshve, pulpave të veshve, më mirë me thonë, por pa i prekur ato. Ila hadhwil udhunejni, dhe me thonë deri në afërsi të pulpave të veshve. Zateni ata të cilët të mësojnë duhet me i prek vesht, me marrë tekbirin edhe kështu me i bë, kjo nuk ka bazë në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe edhe një sen duhet të tërheqi vëmendjen. Falja namazit është obligative për 2 gjini. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ju ka thonë faloni sikur që më shihni mu duke u fal, nuk ja u ka bë dallimin qëre burra veç për ju është që kjo formë e namazit. Gra, veç për ju është kjo formë e namazit. Në këtë formë Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i ka mësuar shokët e tij. Por për të dy gjinit ka qenë e mësuar në të njëjtën mënyrë. Faluni ka thonë sikur që jeni duke më pa mu. Ne për shkak me bëm ju thon njerëzve, e merr tekbirin deri kështu në pranë supeve, para supeve, Allahu Akbar. E ne me një herë mush me i vrejt njerëz që kanë urrejtje dhe fanatizëm me zabor, edhe me të akuzu dhe me të thonë po falet si gratë. Realisht, në sunnet, pejgamberi alayhis nuk ka dallim mes grave dhe burrave sa i përket çështjeve të tekbirit. Prandaj edhe jemi këtu për të folur për gabimet që bëhen gjatë faljes së namazit. E di se ka pas njerëz të cilën ndoshta edhe kam ju pengue, pse po i flet këtë, mezebi jon nuk e thot këtë. Ne po mundohemi ndërrum vllazën, ne do të vdesim të gjithë dhe do të ballafaqohemi me llogaridhanin kashi Zotit ton dhe me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ne po mundohemi me spjegu se si ka qenë forma e namazit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bëjmë veprime që i ka bë mësuesi i fesë ton, i dërguami prej Allahu Taala, për me na mësu fen, dhe i cilë na ka thonë falën që është më shihni mu duke u falë. Po mundohemi me i spjegu formën si që ka falë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe këtë formë të tij ne kanë transmetuar sahabët, shokët e tij. Për shembull gjejmë 38 transmetues sahabe, të cilët që të gjithë na kanë treguar që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka ngrit duart e tij kur ka shku në ruku dhe kur është ngritën nga rukuja. Do thotë, kjo është sunnet i fort, e kalon deregjen e mutawatirit, që është shkalla më e lartë e transmetimeve të haditheve, kur një grup i madh i sahabëve e transmetojnë një ndodhi të njëjtë, që e kemi pa pejgamberin alayhi salatu wassalam të vepronte një gjë të tillë. Ngritja e durve në namaz, duke shku në ruku dhe duke u ngrit nga rukuja, dhe duke u ngrit nga tehijati, është hadith mutawatir, dhe thotë që është transmetuar nga një grup i madh i shokëve të pejgamberit alayhis salam. Prandaj të mos verbrohemi me fanatizëm me zebur dhe të themi ja, le se nuk o me zebi jon dhe unë dua me elan. Të gjitha hadithet të cilët janë ardhur, ka thonë dietarët, dhe Imam Buhariu në librin e tij ka trajtuar këtë çështje shumë qartë dhe i ka marrë hadithet që kanë thonë se pejgamberi alayhis salam e merrte veç tekbirin fillestar, ngriste durët vetëm kur e merrte tekbirin fillestar, e pas kësaj nuk e përsëriste ngritjen e durve, kanë treguar se këto hadithe nuk janë të vërteta. Përkundrazi, nga sunneti i pejgamberit sa hadithe që transmeton Buhariu, Imam Muslimi dhe dietar të tjerë të hadithit, edhe Imam Maliku e të tjerë, janë se pejgamberi alayhis kur ka shku në ruku, i ka ngrit duart. Allahu Akbar dhe ka shku në ruku. Kur është ngrit prej ruku, sami Allahu liman hamida, i ka ngrit duart në drejtim kështu në afër supeve,
apo thash edhe afër veshme, dhe këto ka qenë veprimet që i ka bë. Sa herë ka marrë tekbirin, duke qenë kam, i ka bë ngritjen e durve, dhe sikur që kanë thonë dietarët, kjo ka qenë prej hijeshisë namazit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne kem për obligim me pasu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe ne do të ballafaqohemi me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Imam Buhariu thot, shokët e Muhamedit alayhis salam ngrinin durr dhe nuk veçonin asnjërin prej shokëve të pejgamberit në praktikimin e kësaj vepre. Ai thot, po ashtu nuk është saksu të dietar që i kemi arrit, Imam Buhariu po thot, nuk e di që dënjoni prej dietarëve që i kom arrit, sidomos ata të Hijazit, Irakut, sikur Humejdi, Ibn al-Medini, Ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, ata që ishin dietarë të kohës, që i ka taku, thot edhe njëherë, thot se nuk është saksu ndoj lajm nga pejgamberi alayhis salam që tregon mos ngritet durve. Mandej as për shokët e tij, sahabët nuk është thënë se nuk i kanë ngrit duart. Këtë ka thënë Gjuz Raful Yedin, faqe 109-110. Kur Imam Buhariu thot nuk është saksu asnjë hadith që pejgamberi sa nuk i ka ngrit duart, atëherë si mund të jem unë argument apo tjetër kush për ty që me thonë, ja mos i ngrit. Na nuk e bëjmë këtë punë. Ata e bëjnë. Ata. Na nuk e kemi fen ne dhe ata. Ne kemi fen ne pasus e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe secili prej neve duhet më mënu me pasu. Do shtë në fillim të duket e çuditshme si me u fal tash, si me ngritun durt, kur dhe tash më fal pa ngrit durt. Unë jam djali hoxhës. Edhe për mua ka qenë në fillim e rëndë si me ndru një gjatë që më kam mësu baba kur kam qenë e vogël, me fal namazin në një formë caktuar. Mirë po në momentin kur ti ballafaqohesh me argumentin fetar, atëherë ti duhet ta bën veprimin ashtu siç e ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sikur që thotim ne Qayyim al-Jauzi, ata i ngrinin durt kur binin në ruku dhe kur ngriteshin prej saj, e ne ta gjë ndodh edhe me sahabët, derisa është përcjell se kur Ibn Omeri shikonte dikënd që nuk i grinte durt, e gjunte me kuralec, thot është e sigurt, sigur ta kishim parë me sy tan. Do thot Ibn Omeri, këta i ka përmend në Ilam al-Muwaqqi'in në gjuzin e dytë, vëllimin e dytë, faqe 376, po ashtu thënien e Ibn Omerit e ka transmetuar dhe Imam Buhariu në gjuz Raful Yedin, për librin ku flet kapitulli për ngritjen e duarve në namaz dhe në shumë vende të tjera. Po ashtu, Imam Shafiu thot nuk i lejohet askuj që dëgjon hadithin e pejgamberit alisa për ngritjen e duarve në tekbir fillestar, në ruku dhe gjatë ngritjes prej saj, që ta braktis atë që ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk i lejohet dikuj me një që pejgamberi alayhi salam ka bë, unë me thonë, po, ama te me zebe jonë, na nuk e bëjmë këtë punë. Allah për të thëtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bëjmë. A mundën e me paramenu me qenë neve në një tavolin këtu, edhe jem unë, jeti është pejgamberi sa, më dhe është dikush, është Ebu Hanifja ose dikush për imamve tjerë. Edhe tash me thonë, si që kjo mesele e namazit, edhe tash unë mi pas sy të Ebu Hanifja, a këtu është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cili prej neve, muslimanve, që pretendojmë që jem pasu sunetit pejgamberit alayhi salam, do të bënim një veprim të tillë. Unë nuk besoj që një musliman, i cili është i sinqert në pretendimin e tij se o pasu si pejgamberi alayhi salam, do të bënte një veprim që me qëndru, me një tavolinë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, mirë po mos me dëgju pejgamberi alayhi salam, për me e shiqu Ebu Hanifen, apo hoxhën e mahallës, apo prindin e vetë. Kur Allahu ka thënë, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, dhe ju në dërgumin e Zotit kini shembulltyrën më të mirë. Prandaj shumë bukur thotë Imam Shafiu, nuk i lejohet dikujt ta dëgjojë hadithin edhe mos veproje
në bazë të hadithit. Abdul Malik ibn Sulejman thot, e pyeta Said ibn Jubair, e ka pyet sahabin për ngritjen e durëve në namaz, mu përgjigj, është diçka që e zbukuron namazin tënd. Po ashtu Kishmiri thot, ta dini se ngritja e durëve është diçka e prerë, është prej sunetit, si në zinxhir ta di dhe ashtu në praktik të mëparshmeve, dhe se prej kësaj vepre nuk është fuqizu qoftë edhe një shkronjë. Prandaj secili prej neve të nderuar vëllezër duhet të mundohemi të praktikojmë atë çfarë ka ardhur prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, duke u larguar nga fanatizmet tona mezhebore apo pasim të verbër të një tradite, qoftë nga prindët tonë që i kemi trashëguar apo nga një hoxh lokal me marë. Se edhe Ebu Hanifja, po ti kishte arrit hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai ka qenë i cili na ka thonë, nëse fjala ime nuk përputhet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mshoni fjalës time për muri, e kaponi për hadithin apo fjalën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj lutim Allahun Teala, inshallah, që të na bëjë për atyne që e dëgjojnë fjalën e mirë dhe e pasojnë atë, që e dëgjojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe e pasojnë atë. Inshallah, Allahu na mundson që të jemi prej njerëzve të cilët përkulen para fjalëve të Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Deri në takimin ton të radhës, mbeqim për kujdesin e Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.